Në ditën e dytë të festës së Kurban Bajramit, në tegujt madhështor të tekbireve dhe me luqje të sinqerta drejtuar Allahut fuqiplot, filloi aksioni organizuar i thirrjes së kurbanëve të besimtarëve, të cilët edhe këtë vit kanë vendosur që amanetin e kurbanit të tyre t'ia besojnë riasetit të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mishi i kurbanëve do të shpërndahet besimtarëve nevojtar të rajonit të Myftynisë së Tetovës. Ne jemi sot në Nurun Kompani, dje gjithashtu ka filluar edhe therrja e kurbanëve në thertorën Magnum dhe gjithë mishi që është therrur do shpërndahet brenda besimtarëve nevojtar të Myftynisë së Tetovës. Vetëm dje dikundi janë shpërndajë të 600 pako nga mishi i kurbanit, inshallah edhe sot do të vazhdojë në njëjtë ritëm. Vitin e kaluar mos harrojmë dikundit 120 ton mish kurbani është shpërndar në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Nga Komisioni Qendror njoftuan se deri tani në adresë të BFI-s janë pranuar afërsisht 5.000 pagesa të kurbanëve. Bashkia Fetare Islame ka kontraktuar thertore të cilat plotësojnë të gjitha standardet islame, bashkëkohore dhe higjienike. Në thertoren Nuro Company do të terren afërsisht 100 lop apo më tepër, varësisht nga porositë që mund të vinë ndërkohë. Pjesa më e madhe e mishit të kurbanëve të cilët do të therren në këtë thertore do të dhurohet për medresen Isabeu, për nevojat e kuzhinave të medreses Isabeu, duke filluar nga atë qendrore, të paraleles së djemve në Shtip, Tetov, Gostivar dhe atë të paraleles së vajzave në Shkup. Pjesa tjetër s'ka dyshim se do të shpërndahet për skamnorët, jetimët, familjet në nevojë, burgjet, spitalin psikiatrik dhe shoqata tjera të cilët kryejnë misione humanitare në territorin e vendit. Komisioni Qendror i riasetit të BFI-s i angazhuar për mbikëqyrjen e këtij procesi po e ndjek nga afër realizimin e thirrjes së kurbanëve, duke i kushtuar rëndësi të veçantë respektimit të dispozitave fetare islame, zbatimit të standardeve bashkëkohore higjieno-sanitare, si dhe transparencës dhe korrektësisë gjatë gjithë procesit. Gjatë thirrjes lexohen emrat e të gjithë atyre besimtarëve që kanë bërë nijet për të kryer këtë adhurim të shenjtë. Pas përfundimit të procesit të thirrjes dhe sigurimit të nevojave të kuzhinave të medresesë Isabeu, mishi i kurbanëve do të shpërndahet në gjithë territorin e vendit, duke arritur në familjet me nevojë, në sofrat e jetimëve, skamnorëve dhe të gjithë atyre që kanë nevojë për ndihmë dhe përkrahje.